Anesteziologët shpesh quhen heronjt e heshtur të mjekësisë, profesionistët që qëndrojnë pas çdo operacioni të suksesshëm dhe pranë pacientëve në momentet më të vështira për jetën. Sot në studio kemi një mjek me përvojë mbi 15 vite në Klinikën Universitare për Anestezi, Reanimacion dhe Kujdes Intenziv në Shkup, specialist i anestezisë dhe reanimacionit, së fundmi edhe subspecialist në anesteziologjinë pediatri, me pjesëmarrje aktive në kongrese evropiane dhe botërore për të folur për anesteziologjinë dhe përvojën e tij 15 vjeçare në këtë spital. Sot në studio me mua doktor Recep Etemi Sopaj. Përshëndetje doktor dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Një herë të shfrytëzoj rastin që falenderoj për ftesën dhe jam mirënjohës për këtë hyrje kaq dinjitoze dhe të ngrohtë. Shumë faleminderit, është shumë kënaqësi që t'ju kemi sot prezent për herë të parë, por që janë të nevojshme të diskutojmë këtë fushë të mjekësisë, e cila është vërtet mjaft e vështirë, e komplikuar ndonjëherë, por që rezultatet në shumë të rasteve dalin të mira. Dua të di fillimisht, e kam të shprehit i pyes gjithë misafirës se si e nisin ditën, me një kafe apo si, për juve si nis dita me një kafe apo direkt me adrenalin në karrierë? Planifikojmë kafen e mëngjesit bashkërisht pas mbledhjes që e kemi të mëngjesit të çdo ditshme, orat 8 gjys, jemi lart për të filluar ditën me programin që e kemi parapar. Por ndonjëherë ajo kafe din të ftohet edhe të qasemi urgjencës dhe urgjencave mjekësore. Se dikush ndoshta në sallë apo në urgjencë është në rrezik për jetë, atëherë në gjendje imediate detyrohemi ta ndërpresim kafen dhe të fillojmë punën si të thëj edhe ti me adrenalin. Nuk ka orare të përcaktuara. Unë e di që shumë shpesh jeni edhe 24 orë që ndroni atje për raste të ndryshme, por ka ndodhur doktor që t'ju zgjoj telefonin ndonjëherë edhe gjatë natës ashtu? Po, gjatë orëve të kujdestarive, përveç orarëve të gjata, domethënë në këmbë, gjithashtu edhe ne kemi gjumin të parahatshëm. Tani jemi akomoduar apo jemi mësuar me atë ritëm, rëzilja bie në 3 të mëngjesit dhe nga gjumi thellë je i detyruar që të ndërmarrish, domethënë hapin dhe të kthjellë shpejt për të përgjigjur ftesës dhe të jesh sa më kushient rreth ngjarjes dhe që të japësh kontributin tonë. Padyshim. Po si lindi dëshira që ti kyçen në kësaj fushë, doktor, sepse vërtet anesteziologjia është një nga degat më të vështira të mjekësisë që kërkon jashtëzakonisht shumë përgjegjësi. Ideja për të qenë mjek ka qenë qysh në moshën fëmijërore dihet, por për më detaju në periudhën e gjimnazit, domethënë. Edhe kam admiruar për të qenë mjek. Zakonisht e kam shprehë në për hartimet në shkollë që kemi bërë me shkrim, domethënë se sikur të bëja mandej këtë. Kjo ishte procedura. Ndërsa zgjedhja si anesteziolog ishte mos të me detyruar, po punësimet që u bënëm atëherë, domethënë para vitin 2011, nuk kishim fort qasje për të zgjedhë, se ishin minimale, edhe konkursi ishte i shprehur për të arrillues, domethënë ne mendum që klinika e anestezisë reanimacionit kërkonte edhe kirurgji, edhe si zakonisht gjithë kërkojnë të bëhen kirurg, po si alternativë zgjodhëm edhe anestezinë. Jo që ishte shumë dëshira ime e madhe, por me kalimin e kohës zumë të mësohemi dhe kur e pam se sa është sfidë për të mësuar, domethënë çështjen rreth rrezikut për jetë dhe vdekje, atëherë gjithçka me pasion dhe dëshirë arrihet dhe ju qasëm studimet dhe qasjes për anesteziolog. Po, ka pas raste kur ndoshta dhe jeni bërë pishman ose jeni demotivuar pse zgjodhet këtë degë dhe pse ndoshta nuk pritet për atë që ju ka fletë më tepër? Pishman ndoshta jo, po ndonjëherë kemi menduar se mos kemi gabu, se me të vërtet është një sfidë shumë e madhe për të qenë anesteziolog, ku dihet parasysh se ngërthehen me përpikshmëri për ulësia, nga tishmëria, po edhe gjendja domethënë momentale edhe përgatitja profesionale e mjekut. Ky shëtim do e mos do dije, po do edhe mund, do edhe sakrificë. Padyshim që po. Ka mjaftueshëm doktor shqiptar anesteziolog në vendin tonë? Po mjaftueshëm asnjëherë nuk janë, se mungesa e anesteziologëve
është evidente në gjithë klinikat, domethënë, si periferi dhe Maqedoni, dhe është profesion shumë i kërkuar, kështu që shfrytëzoj rastin të përshëndes kolegë shqiptar që jemi specialista, domethënë jemi 5, të cilët zakonisht jemi të shpërndam në për klinikat të ndryshme, dhe është numri i vogël, realisht është numri i vogël, shkaku përgjegjësisë, punës së lodhshme, intenzive, kujdestarisë, përgjegjësia zakonisht i ikin profesionit tonë për fat keq. Po, unë e përmenda që ju tani e 15 vite, dhe me thënë jeni në këtë fush, po çfarë mendoni se ju ka mësuar Karilli për 15 vite, doktor? Nuk janë pak 15 vite me qindra e mira përvoja ndoshta me pacientët. 15 vite, do më thonë, më kanë mësuar për ullësin në nështrimin ndaj pacientëve. Po ashtu edhe lani për të ndihmuar, për të dhënë një jetë, do më thonë, më shumë, edhe ajo ka qenë një motiv shtyrës, ndërsa përvoja të kalit me kalimin e kohës dhe numrat ngelin numra, ndërsa zhdërvelja dhe kalitja në profesion normal janë evidente pas një përvoje mbi 10 vjeçarët që se anesteziologu ndjehet shumë i sigurt në punën e ka. Domethënë janë të minimizuara streset, ankthet rreth pacientit jo që nuk janë prezente, po janë të reduktuara. Fatkeqësisht ndodhin edhe lëshime gjatë gabime apo komplikime që i quajmë ne, që janë të papritura dhe ata nuk mund t'i menaxhosh, ndërsa nuk je i vetëdijshëm dhe syçel, si themi neve, për të vepruar në sakt në urdhje. Doktor, unë e di që doktorët në përgjithësi kuptohet, kjo vetëm është e ditur që doktorët ka një shpirt human dhe të guximshëm. E keni pas të njëjtin karakter, ndoshta atëherë kur nuk keni pas punë me pacientat, ka ndryshuar qasja juaj tani e 15 vite? Po, se zakonisht jeni bërë më i ndjeshëm ose më i fortë, aty dua të dalë? Është balans, domethënë, edhe. Më i ndjeshëm në të rast për t'i kuptuar emocionet dhe ndjenjët, domethënë ndaj pacientit, se ndonjëherë mund të jemi edhe ne si pacient, apo familjar, po, ose qasja e empatisë, domethënë, që duhet t'i kuptojmë në ato momente, se pacientët kur vinë të ne, domethënë dihet që kanë frikë, kanë fobi prej asgjohen apo nuk zgjohen. Realiteti i asajt është që duhet, domethënë, ta ndjejmë edhe anën emocionale. Po rastet kur jemi pacientë shqiptar, domethënë, me momentin e përshëndetjes, me momentin e kontaktit të parë, atëherë fillon ndryshimi, fillon zbutja emocionale edhe ndihen më sigurt. Po duke i dhënë mbështetje se këtu jemi, domethënë, për ju, nuk do t'je lëmë vetëm. Ta në kohën jemi në komunikim para operacionit, domethënë, me pacient. Po, do flasim edhe për këtë pjesë, po dua të di se si konsiderohet tani anesteziologjia, konsiderohet ende si profesion i padukshëm dhe i heshtur për publikun, apo ka informacione rreth anesteziologjisë mjaftueshëm? Sa përflitet dhe sa publiku e njohin anesteziologjinë? Zakonisht jemi si herojnë në nhije. Meritat më të mëdha i merr kirurgis, zakonisht dihet edhe mentaliteti i Ballkanit, domethënë këtë ka. Megjithse në botën perëndimore dhe më larg, domethënë çmohet shumë profesioni i anesteziologut dhe është ndërsa më i vlerësuari ose më i paguari mësta. Te neve merita thash i merr kirurgi, po betejën dhe sfidën më të madhe e bën, domethënë, për të ndjerë ritmin e zemrës, për të mbajtë elemente tjera, domethënë hemodinamikën stabile dhe gjendjen emocionale, po ashtu edhe mungesën e dhimbjes, përgjithësia i bie anesteziologut. Po, duke ditur që pak kush e din këtë dhe shumë njerëzit zakonisht si natyrë janë jo falemnderues me përjashtime normal. Kjo është realiteti i anestezisë. Një gabim ekstrem i vogël i juaj që mund bëni, mund të kushtoj shumë. Dhe prandaj konsiderohet shumë i rëndësishëm. Çfarë ndodh realisht, doktor, me pacientin nga momenti kur futet në sallë të operacionit? Zakonisht si shkon procedura, po varësisht nga operacioni? Varësisht nga operacionet, kemi procedurë perioperative, intraoperative dhe postoperative. Domethënë, në periudhën perioperative pacientit mirret një anamnezë e thukët,
e mirë strukturuar që për mos të pëllëshuar dhe një gabim zakonisht bëjmë monitorimin kur të vije në salë. Qasja paraprake anamneze duhet të dim se çfarë ka kaluar nga smundjet apo komorbiditetet tjera, pastaj ka ndonjë alergji, ka merr terapi antikoagulante, domethënë që bëjnë problem dhe në gjatë intervenimit kirurgjikal. Pas monitorimit, pastaj fillojmë me induksionin apo hyrje në anestezi. Zakonisht në ato momente e kanë evidente panikën pacientët dhe sa të fillojmë me dhënien e sedacionit, gradualisht ato fillojnë të flenë edhe pastaj morëm punë dorë, intubimin dhe ndjekjen e pacientit intraoperativ, po ashtu dhe ka një theks të veçantë edhe zgjimi në anestezi se është një art me vete, domethënë. Edhe kështu kompletohet periudha perioperative, intraoperative dhe postoperative. Ndërsa në periudhën postoperative kemi të bëjmë me menaxhimin e dhimbjes, dhe zakonisht kanë pacientët dhimbje, gjatë prerjes e rezeksioneve që bëhen janë evidente dhe japmi analgjetik për të mbuluar ato, donjëherë ka nevojë për kujdes më shumë në recovery room, domethënë dhomën e zgjimit, atëherë kemi monitorimi i bëjmë pacientave, si dhe në fund kur të mormi vendimin për të lëshuar deri në repart. Ka raste, doktor, kur nuk e ka pa anestezionin pacientin dhe duhet për së dyti të merr një masa, ose mund të përdor një analgetik ashtu si që përmendët, ose raste të tjera? Raste që kërkojnë më shumë anestezion po, për raste që totalisht domethënë kemi kontraindikacion nuk kemi. Zakonisht kur kemi pacient elektiv, domethënë me program, atëherë i qasemi punës më seriozisht dhe dim se çka bëjmë para përgatitje. Ndërsa në rastet urgjente është imediate dhe koha dhe rreziku i pacientit nuk kërkon shumë manipulime, duhet në veprim të menjëhershëm. Për anestezion që duhet të miret, thash menaxhohet mbas të gjendjes akute apo kronike dhe mbas të asaj veprojmë domethënë me çfarë lloj anestezioni, me anestezion përgjithshëm, regional, lokal, apo kemi edhe anestezion total me intravenos. Po zgjimi është i njëjtë tek të gjithë pacientët ose Jo, dallon? zgjimi nuk është i njëjtë, se ka pacientë të cilët prolongohet zgjimi. Pacientët zakonisht obez me kardiomiopati, pacientët të tjerë që duhet domethënë mirë të vendosim se kur t'i zgjojmë, ose pacientët shembull te fëmijët zakonisht mund të bëjnë shumë komplikime gjatë zgjimit, bronkospazma, laringospazma. Atëherë thash, është mjeshtri dhe art zgjimi në vetvete. Se ndodhen këto komplikime? Komplikimet ndodhen, domethënë gjatë ventilive mekanike, zakonisht të gjithë pacientët nuk e kanë të njëjtë trajtimin. Fëmijët kërkojnë më tepër anestezi, shkaku sidomos pacientët që janë domethënë prematur dhe neonatal. Receptorët e tyre nuk janë shumë të zhvilluar dhe kërkesa e dozave të anestetikëve është më e lartë. Edhe kujdesi juaj besoj që është ndryshe pastaj. Normal, qasja ndryshe, si nuk është e njëjtë si pacient i moshuar, po edhe fëmijë. Zakonisht kemi komplikime dhe gjatë zgjimit, domethënë kemi zgjime të prolonguara, si pasojë që nuk japim ilaçet apo që mjetet që i përdorim për të zgjuar bëjnë neutralizimin e acetilkolinës si pasojë e enzimës acetilkolinesterase. Donjëherë din të prolongohet shkaku se myorelaksantët që i kemi dhënë nuk janë eliminuar plotësisht dhe kjo bën që në fijet nervore të kapin mbaresat e fijeve nervore, domethënë të kapin atë acetilkolinë dhe nuk e lëshojnë, kështu që kjo e prolongon zgjimin. Mirë po, si çdo shtet që ndjek protokollet evropiane botërore për menaxhimin e krizave dhe situatave gjatë zgjimit, atëherë jemi edhe ne të furnizuar me trajtimet, domethënë ilaçe speciale, si është Shugamandeksi, domethënë që përdorim, edhe na redukton kohën, pasojat dhe komplikimet dhe pacienti zgjohet më lehtë. Ndodhin shpesh këto komplikime, doktor, ose Po. ja?
komplikimet tona janë pjesë e pandashme e punës. Duhet vetëm përgatitje, po edhe gjaktofësi. Do më thonë një mendje shëndosh ditë të veproj në momentin që ka duhet. Në rast se gërshetimi i farmakologjisë, anatomisë dhe sistemit nervor qendror me farmakodinamikën veprimin e barnave është një, do më thonë, një përzierje e strukturave dhe sistemeve mjekësore që do përkushtim, po do edhe vëmendje për të ditur të eliminuar sa më pak këto komplikimet që janë të shumta në anestezi. Qartë. Nëse flasim për anestezin sot, sa është e sigurt, doktor? Dhe sa jemi ne si kushtetet e zhvilluara? Sa mund t'i arrim ato kapacitete? Maqedonia, edhe pse është një shtet i vogël, mira po në aspektin e furnizimit të barnave dhe protokolleve botërore dhe europiane nuk është larg. Pasi që kemi hecur edhe në edukime dhe në kongrese, zakonisht ato që vinë apo revistat, rekomandimet që bëhen, do më thonë, jemi të furnizuar sa i përket çështjeve të anestetikëve që përdoren në gjithë botën, gati se pothuajse të njëjtë janë. Ndoshta kemi mungesë të ndonjë aparature të veçantë, mira po nuk na mungon, do më thonë, çështja e anestezisë është e lidhur me aparatin e ventilimit mekanik, po ashtu edhe ndjekja e monitorimeve, do më thonë, sikur jo invaziv, monitorimi invaziv, po ashtu nuk është anash edhe ndjekja se sa është pacienti, do më thonë, në sedacion të thellë. Kemi mjete që përcjellim edhe këtë, do më thonë, sa është anestezioni jonë i thellë. Pastaj aplikimi i anestezioneve lokale, regionale dhe të kombinuara është një përkushtim shtesë, edhe ne bëjmë me ultrasonografi, do më thonë, aplikimin e bloqeve regionale, të cilat është lehtësim për pacientët se nuk ka nevojë të japim pacientit anestezi totale apo të përgjithshme, por kombinojmë teknika, do më thonë, me bloqet regionale periferike, të cilat janë shumë të kërkuara tani dhe janë trend botëror, po i bëjmë. Kemi qenë dikush individualisht, dikush me grup në për edukime të tilla. Nuk mund të them se përfoli për i klinikën universitare, do më thonë, anestezin ku punoj, jemi të pajisur mjaft, po edhe spitalet që era sidomos private dhe spitalet që janë në qendër në Shkup kanë filluar aplikimin e këtyre procedurave dhe teknikave bashkëkohore. Qartë. Para se të flasim edhe për edukimin tuaj, kongreset të ndryshme që keni marrë pjesë në Evropë dhe botë, unë dua të di për pacientët të cilët nuk guxojnë të marrin anestezi. Çfarë ndodhes? Çfarë bëhet? Si ja dilni me ta? Na përshkruani disa raste. Pacientët që kanë, do më thonë, që në kundërindikacion absolut, nuk ka që nuk mund të marrë. Po menaxhimi i situatave, thash, është evident. Ndërsa kemi rastet urgjente që kanë qasje menjëhershme të anestezionit, edhe rreth protokolleve botërore, nëse përmbahesh, do më thonë, gabimet janë më të vogla, atëri qasemi punës direkt. Po, në rastet elektive, siç e përmendëm më herët, atëre bëjmë strukturimin dhe çka si tek. Për shembull, nëse është i kundërindikuar për një moshë madhore, të themi për pacient që ka probleme me kardiomiopati dhe probleme respiratore, paraprakisht bëhet konsulta dhe dërgimi i pacientëve te specialist apo stafat, për shembull një eho të zemrës apo një spirometri bëjmë për provat respiratore se si është me frymarrjen. Sa guxojmë të lidhim pacientin në ventilim mekanik apo jo, atëherë me raportet mjekësore e shohim se çfarë lloj anestezioni të zgjedhim. Që do të thotë i përdorni të gjitha format. Patjetër, se është disiplinë, është intervenim multidisiplinar. Nuk është çështje vetëm anesteziologu, po këtu hin kardiologu, hin pulmologu, do më thonë, gjithashtu edhe hematologu me transfuziologun për punën tonë kanë shumë rol të madh, shkaku se rekomandimi i tyre gjithmonë na i lehtëson punën,
se a do të gjakosë pacienti në mënyrë intraoperative apo ka problem me hemostazën apo me koagulimin e gjakut. Do të thotë patjetër është një punë ekipore. Është ekipore dhe e përbashkët, sidomos dhe pacientin kur të vijë në sallë nuk e menaxhojmë vetë, pa ndihmën e teknikut edhe motrave, domethënë që na asistojnë, po ashtu kemi edhe specializantë më të ri që ndihmojnë, të cilët i përshëndes edhe kolegët të tjerë të klinikës time. Domethënë mbas të nevojave dhe e zgjedhim se çfarë lloj anestezioni. Shembull, në rast se pacienti i moshës madhore ka kundërindikacion për anestezi totale, atëherë kalojmë me automatizëm në anestezi regionale, domethënë spinal, epidural apo blloqet periferike që i përmenda domethënë. Po. Doktor, për këto 15 vite eksperiencë tuaja në Karel, ka pas ndonjë rast kështu që ju ka ngelur gjithmonë në kujtesë dhe që e mendoni shpesh e pastaj edhe e keni biseduar edhe me të afërmit tuaj? Po, raste ka shumë, zakonisht kur bëjnë katastrofa, domethënë më madhore shtetërore që janë fatkeqësitë, rasti i autobusit të Llaçkarcës apo rasti i diskotekës së Koçanit, realisht kemi qenë të infiltruar dhe të përkushtuar maksimalisht me ato. Përveç atij që ishin fatale, domethënë pacientët është dashur ti menaxhojmë në mënyrë të drejtpërdrejtë në klinikën tonë derisa t'ju dham ndihmën e parë. Pasi që isha në fundin e subspecializimit për anestezin pediatrike, atëherë menaxhimi i drejtorit dhe shefit anestezisë më përcaktoi që të jem domethënë me moshën më të ndihshme me fëmijë. Realisht kur e shef se sa ka nevojë, është ajo çështja e emocioneve mes empatizë dhe veprimit, ndonjëherë i harrojmë ato ndjenjet emocionale i qasemi punës. Ka raste shumë. Rastet e Covidit, domethënë që kanë ndejt, është një rast, po e theksoj, prindi i shokut të djalit tim, domethënë që i luajnë futboll, ka qenë me javë të tëra aty, domethënë isha kujdestarinë e fundit, unë se kemi edhe mbështetje edhe në Zot, normal kërkojsha ndihmë edhe pse isha specialist domethënë. Për atë natë, domethënë, mos të mbaroj në mënyrë fatale pacientin në fjalë që ishte, domethënë, edhe prindi i shokut të djalit. Atëherë, terapia që mirë të pacienti ishte me kontinuitet, domethënë, me perfuzion, i rrita dozat e morfiumit dhe në atë mënyrë arrita që mos të mbjen saturimi dhe ta mbaj, domethënë, akoma gjallë pacientin. Fatmirësisht, me kalimin e kohës, pas asaj nate filloi domethënë përmirësohet, bëm edhe analiza tjerë, domethënë rentgen, radiografi, po kompjuter tomografi. Avash terapia ndikoi dhe tani është shëndoshë mirë, punon si polic në një institucion. Edhe zakonisht është feedbacku i kësaj që po flas, ishte se erdhi me uniformë, më ka kërkuar në sallë, doktorin që domethënë është kujdesur për anestezi dhe ishte emocion i veçantë. Janë këto raste pastaj që u ashtojnë edhe motivin për punën tuaj të përditshme që... Normal se po, ka raste dy pacientë që kanë qenë të ri, domethënë ndeshje zakonisht janë më të ose apo goditje, domethënë se vijnë në tru, te moshat e reja, prind janë shumë emocionale dhe normal mbështetjen e kanë përpos te Zoti, po edhe te mjeku. Për ullësia e tyre dihet, ka pas raste që dy familjarë, domethënë kur ka rrit, janë rrit dhe kanë bërë darsëm, na kanë thirrë në evente të mira, domethënë, edhe është një ndjenjë shumë e veçantë. Padyshim që po. Doktor, le të dalemi pak edhe te anestezia pediatrike, atë që jeni në vazhdimsi tani viteve të fundit. Sa më e ndjeshme është puna me fëmijë, doktor, dhe çfarë dallon me të rriturit? Normal, sfida me pacient të moshës minore apo pediatrike, domethënë kërkon angazhim maksimal për kushtim të veçantë dhe kujdes maksimal, shkaku që thash komplikimet te kalamajt apo te pjesa pediatrike janë më të ndjeshme. Po ashtu edhe çështja e empatisë, realiteti ndaj prindve dhe fëmijës është një sfidë në vete, pasi që normal fëmija është i përkushtuar me prindin, këtë rast me nonën. Te neve nuk bëhet si në shtetet e zhvilluara edukim apo stafat
para-operativ, me psikolog, me sociolog, me kujdeset, do më thonë, qendrat të ndryshme, duhet të menaxhojmë vetë. Nuk është e lehtë, shkaku që çdo organ është më i vogël i fëmijës. Po në këtë rast, parës e përmenda që receptorët e fëmijëve nuk janë shumë të zhvilluar, kështu që kërkojnë kujdes më të madh dhe kërkojnë anestezik më shumë. Qasja profesionale, ndonjëherë angazhimi shumë vjeçar, ndoshta edhe ti pastron ato dilema, domethënë, për mënyrën e menaxhimit. Kështu që përveç se në spitalin tonë zakonisht në thirrin edhe në pjesën e ginekologjistë spitalit intenziv, po ashtu dhe spitalin pediatrik, shërbimi intenziv. Ato nuk kanë probleme me intubimin e fëmijëve të posalindur, po moshave për këtë mëdha, do më thonë prej periudhën 3 vjeçare deri parashkollore. Zakonisht ato janë më të rëndë për të menaxhu shpesh kur jemi, do më thonë, në thirrje apo roje në punë, anesteziologu dytë zakonisht shkon në thirrjet konziliare, do më thonë për t'ju përgjigjur nevojave dhe kërkesave të spitalit. Kështu që ndryshon shumë, ndryshon menaxhimi, strukturimi, po ashtu edhe përqasja rreth periudhave pre-operative dhe post-operative ndryshojnë shumë. Si përgatiten pastaj prindërit, doktor, para se fëmija i tyre të hyjë në sallë? Sa është e vështirë kjo për ta dhe sa jeni ju bashkëpunues me ta? Bashkëpunues duhet të jemi patjetër një buzëqeshje e fëmijës apo një përshëndetje apo një përkthjelje, domethënë të koka është shumë e mjaftueshme, apo zakonisht neve punojmë me simulime, improvizojmë lojna nga domethënë dorezat apo diçka tjetër, bëjmë ndonjëherë ndonjë yll, ndonjë pesë në dorë që është për, domethënë, apo më parë kemi përdor një motër që punonte me neve, domethënë bënte si diploma për krenari, edhe domethënë mund të lindin ide të ndryshme për menaxhimin. Thash, na mungojnë ato qendrat apo stafate apo çështja e psikologut ka shumë të bëj, se në këtë rast nuk kemi vetëm pacient me fëmijë, po edhe prindin. Te neve aplikohet metoda që duhet të shoqëron familjari, domethënë këtë rast mami, fëmijën deri te para sallës operative. Po, e implementojmë kur na mungojnë strukturat tjera. Po, pra. Edhe jemi të detyruar, po dihet ajo vaji, frika nga daljes nga prindri, frika nga sallat. Ndonjëherë dim ti gënjejmë në thojza, kalamajt. Se do më thonë, jemi të bë fotografi, jemi të bë një analizë shtesë që ta defokusojmë nga ajo që është primare. Doktor, përderisa po flisnim, unë po i shoh edhe fotografitë që i kemi në prapavin tonë, edukimin tuaj profesional në shumë kongrese evropiane e botërore. Sa ju ka ndihmuar këto kongrese për të rritur në profesion pastaj? Padyshim, ndjekja e kongreseve, eventeve botërore, konventeve dhe simpoziumeve është më së nevojshme për një anesteziolog që është domethënë në punën e vet. Updatimi i të dhënave dhe njohurive më do e mos është më së i nevojshëm, se nëse nuk përcjell trendin botëror, domethënë nuk di se çfarë punohet në shtete tjera. Me sa mbaj mend, domethënë pjesëmarrja ime e parë në kongres ishte në vitin 2012, kam qenë specializant shumë i ri, ndoshta edhe nuk e kam pas të njohur qasjen rreth anestezisë dhe rolin dhe rëndësinë e saj. Ishte në Istanbul, New York School of Regional Anesthesia, do më thonë një konvent botërore që ishte e jashtëzakonshme për moshën time, thoshte kur do të arri unë të marr pjesë në për kongrese, apo të prezantoj, apo të diskutoj, apo të bëjmë panelist. Edhe me kalimin e kohës erdhe e procedurë, do më thonë zakonisht jam antar i shumë shoqatave, do më thonë evropiane të anestezisë, federatave botërore të shoqatave të anesteziologëve, ESAIC, do më thonë shoqata evropiane e anestezisë dhe kujdesit intenziv. Ato
përveç që në mbajmë webinare, seminare të ndryshme online, në thirin si antar kemi qasjen për të prezentuar dhe punime shkencore apo abstrakte, do më thënë të case reportave. Jam këto 2-3 vitet e fundit jam përkushtuar maksimalisht, e ndjesha mëse e nevojshme zhdërvjelljen dhe kombinimin e drejtimit tim subspecialistik që e zgjodha, do më thonë anestezin pediatrike, edhe gërshëtimi i anestezisë së përgjithshme, më ka ndihmuar mjaft, do më thonë, për të parë se si punohet dhe të kuptuar një realitet botëror, për të implementuar pastaj tek klinika jonë. Vjetë ishte edhe ndoshta kulmi i karrierës time, kisha 2-3 prezentime, do më thonë, po nisi me shoqatën vendore, do më thonë shoqatën e mjekëve të shqiptare, organizoj kongresin në Struk. Atyre mora pjesë me, do më thonë, me review, me prezentim, me ligjerat. Falemderojmë doktor Albert Leshin, i cili organizoi panelin e anestezisë për herë të parë në kongresin e Strugës. I kishte munguar ky panel, këti kongresi që tani është shumë vite organizohet? se jemi mësuar zakonisht të ndëgjojmë trajtimet rreth hipertensionit apo diabetit, po gërshëtimi temave kirurgjikale dhe anestezisë ishte, do më thonë, një kombinim shumë i mirë që bëri buj dhe zgjoj mjaft kurreshje, do më thonë, në publik. Po ashtu ishte si prezent me pjesëmarrje jo aktive në kongres në Lisabon, në kongresin e Evropian të anestezisë. Pastaj të njëjtin vit më bëri aplikimin nga 20 vendet në botë, isha pjesëmarrës për përfaqësuesi i Maqedonisë në Teach the Teachers apo Train the Trainers kursin, që ishte rreth edukimit dhe menaxhimit se si ti mësojmë breza dhe gjeneratat e reja. Ajo ishte në qershor të vitit 2025. Së fundmi, për me kurorëzu suksesin, ishte kongresi botëror si këtë vit në Maroko, në Marrakesh, i cila ishte sfidë e veçantë për mua se kisha edhe prezentim të punimit tonë shkencor rreth pacientit që kemi trajtu në klinikën tonë, do më thonë, universitare. Doktor, unë do doja që ta zgjasim, sepse vërtet është një fushë shumë e gjerë që ka çka të diskutohet, por ne këtu duhet ta përmbyllim më, sepse vetë se po fillojmë ta kalojmë minutazhin e planifikuar, duke të falenderuar jashtëzakonisht shumë që gjete kohë nga agenda yte e ngjeshur. Ndoshta shpresoj që mos kesh lënë pacient anash për të ardhur dhe për të na. Jo se isha ndrimi 2, do më thonë ne bom që gjithsesi ke gjetë mënyrën që mos na refuzosh ftesën dhe të jesh i pranishëm në programin tonë, ti qasesh publikut me gjitha këshillat e nevojshme që duhet t'i di dhe të gjitha ato pikpyetjet që i kemi rreth anesteziologjisë shpesh. Unë të uroj shumë suksese, shumë shëndet mbi gjitha dhe uroj që të na vish edhe me shumë suksese të tjera ndërkombëtare, sepse jo pak je i pranishëm në shumë kongrese, por që asnjëherë nuk janë të mjaftueshme, besoj, për një profesionist. Faleminderit shumë, po ashtu tani në Rotterdam, do më thonë në qershor, do të jem prap me prezantim aktiv në kongresin e fundit të shoqatës evropiane të anesteziologëve. E sheh, kemi edhe një sukses të radhës. Dhe jam shumë mirënjohës, me shpresë që bashkëpunimi jonë nuk do të mbaroj. Patjetër që po, patjetër. Faleminderit doktor. Ishte shumë kënaqësi.